Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, me të vërtet, me lejen e Zotit Madhërisëm dhe me mëshirën e Tij, ne po jetojmë ditët më të mira të jetës tonë, për faktin se po na shoqëron musafiri i qiellit, muaji Ramazan. E kjo është një mirësi e madhe për neve, e cila na bën falëndërues, mirënjohës dhe nënshtrues ndaj lartmadhërisë së Tij xhalla wala. Ky është muaj i madh, muaj i begat, dhe përveç se është i tillë, është edhe musafir special, për faktin se është dëshmitar i veprave tona nesër kur t'japmi llogari para Zotit të Madhërisëm. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, në vazhdim të temës agjërimi, vlera dhe mesazhet e tij, edhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm dëshiroj me ja kujtu vetes dhe juve disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë muaj të begat. E para të dashur vëllezër, Zoti i Madhërisëm për muajin Ramazan ka thënë ayyaman ma'dudat. Është muaj me ditë të caktuara, që ka dashur me apo me dije njeriu se dush me qenë i vëmendshëm, se këto ditë janë me numër dhe më nuk zaventësohen kur në jetën e kësaj bote. E djeshmja ka ardhur dhe ne kemi përjetu, ajo ka shku te Zoti i Madhërisëm dhe më nuk kthehet. Edhe jeta është e tillë, hap pas hapi, etap pas etape, vim të i numru numrat mbrapsh. Dhe një ditë prej ditëve na vjen lajmi pe Zotin Madhërisëm se ne do dalmi prej kësaj bote dhe të rrugtojmë për në botën e përjetshme. E ky muaj të dashur vëllezër në mënyrë më të mirë të mundshme na mëson se sa ka vlerë jeta, se sa ka vlerë një ditë në jetën e njeriu. E sidomos ajo ditë ku ne e fillojmë me emrin e Zotit Madhërisëm dhe e përfundojmë me emrin e Zotit të Madhërisëm. Vëllezër të dashur, kjo është shans e madhe për jetën. Agjërimi, Ramazani, është dhurata më e mirë që mund ta përjeton njeriu në jetën e kësaj bote. Është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se për çdo mëngjes kur të mbyllet syfyri, thret një zë i madh që ka ngarkuar Zoti i Madhërisëm një thirrës dhe thot: o ti vepër mirë, lumi ti edhe sot e kemi shans me bë vepra të mira. Dhe thot ai thirrsi: o ti vepër keq, sot e ki shansën me mbyll të keqen, sot e ki mundësin me i dhënë fund të keqes, dhe mos me shenu edhe një ditë në fletore të jetës gjërat e këqija, sepse ata që kemi shkru kena me lexu, e ata që kena vepru kena më llogarit për te. Të dashur vëllezër, është transmetuese njeriu kur vjen në jetën e kësaj bote, Zoti i Madhërisëm ja dërgon një melajke posa del prej barkut të nanës, dhe melajka i thot: o filan, basatna leke sahifeten, ta qelëm gjirologarin tane, o kile bike melekani keriman, dhe prej ti momentit i s'ki ku shkon, jenë vëzhgim të Zotit Madhërisëm. Ja ku e ki lapsin, shkruaj çka dush fletorën tane. E a ditë kur del prej kësaj bote ta mbledh me fletorën bashk, edhe ta bim në ahiret në urë siratit me lexu jetën tane. Nëse ke gjetë mirë, falenderoj Zotin e Madhërisëm, e nëse ke shkruar gjërat e këqija, je vetë përgjegjës për fatin tanë. Vëllezër të dashur, ne po jetojmë këto ditë që kanë vlerë me mia muaj. Ne po jetojmë këtë muaj që ka vlerë sa komplet në jetën e njeriut, që nëse llogaritet për afërsisht 82 vjet.
Po jetojmë pra në ditët më të mira të jetës që mund të arrijmë shpërblimin atyre që kanë jetuar 1000 vjet, që kanë jetuar 1000 muaj, e që kanë bërë ndoshta vepra më shumë se na. E kemi shansën këto ditë i bëjmë veprat dhe ta pasurojmë llogarinë tonë. Ta pasurojmë fletorën të cilën kemi me lexu nesër për Allahut dhe për cilën kemi me dhënë llogari dhe kemi me lypsh problem te Zoti Madhreshëm. Pra një ditë e këtij muaji të beku më shumë rëndësi. Një ditë i këtij muaji është shumë me rëndësi. Të lumtë ata të cilët i përmbahen udhëzimet e Zotit Madhreshëm. Janë të vetëdijshëm në çfarë kohë jetojnë dhe me çfarë mirësi jetojnë. E Zoti udhëzoft ata të cilët ende se kanë kuptuar se çfarë rëndësie ka agjërimi dhe sillen jetën se botës ku janë të përjetshëm, kanë harruar se ata po e shënojnë dhe po e fundosin fatin e jetës së tyre. Të dashur vëllezër, kjo jetë i përngjan një kopshti të bukur, siç transmeton Ebi Said el-Khudri, një sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha e dëgjova pejgamberin të thonë se inna dunya hulvatun khadira. Tha me të vërtet kjo botë është e ambël, e shishme, u khadira, dhe është e gjelbërt në kuptimin e pamjes. Wa anna Allaha mustakhlafakum fiha. E Zoti Madhreshëm ju ka prunë për kosjesh këtë dunja. Wa yanzur kayfa ta'malun, dhe ju sheh që t'ju sheh se çka bani ju jetës e bote. Shembulli më i mirë i kësaj bote të dashur vëllezër në këtë hadith është shembulli një kopshti ku prindi e merr për dorë fëmijën e vet edhe e çon në kopsht dhe fëmia habitet u lut. I shkojnë minutat shpejt, koha shpejt, harron se prindi e ka prunë për me mashtru. Edhe përfundon koha, i thot prindi, hajde ta në shtëpi sepse përfundoi koha jote. Kemi ardhur në këtë dunja sikurse në kopsht të fëmijëve. Harrojmë se jemi të përkohshëm. Na mashtron gjithçka për rrethi. E një ditë prej ditëve e marrëm vesh se përfundoi loja. Allahu subhanahu wa taala i ka thënë kësaj jete loj e letë. Innama dunya la'ibun wa lah. Allahu thon Kur'an, me të vërtet kjo jetë i përngjan një lojës të thjeshtë, që ti shpërqendrohesh komplet për jetës, edhe futesh në lojë, harron se dikush o të t'i një minutat. Edhe lojtarët thellohen fort në betejë të lojës, madje s'ka nasor me pa, veç ku të fishlon në refejre se përfundoj loja. Ne zhytemi thellë në jetën e kësaj bote, mashtrohemi në kopshtet e kësaj bote, me lojrat që i ka kjo jetë. Harrojmë se dikush tjetër e ka lëshu tajmingu në përnej matë minutat prapë. Derisa gjenë momenti thirë si të thotë bollma, përfundoj shanca jote, me ata që e ke ban, ke me shku, dhe me që ato që i ke vepru, ke më ngjallë dhe ke më llogarit para Zotit të Madhreshëm. Vëllezër të dashur, po jetojmë ditët më të mira të jetës. Flisni atyre që i keni në familje, shokëve dhe shamirëve, por kujtojnë këtë mirësi të madhe të Zotit Madhreshëm se janë gjallë në jetën e bote. Që t'i kthehen Zotit Madhreshëm, se s'ka rrugë dalë tjetër, dhe ta çmojnë këtë muaj, ta çmojnë, ta agjerojnë, dhe të bëjnë gara se kush po arrin më shumë se vape dhe kush po shënon më shumë vepra të mira në jetën se bote gjatë kohës sa është agjërues. Të dashur vëllezër, a di sa është krenari e madhe që ne një përgjigj Zotit Madhreshëm. Sepse ata që e bëjmë për Allahun subhanahu wa taala do t'ia shohim hajrin këtë botën tjetër. E sa është e dhimbshme ta refuzojmë ftesën e Zotit Madhreshëm, e çdo refuzim ndaj ftesës së Zotit Madhreshëm do të kthehet në përgjegjësi të madhe në këtë dunja dhe në botën tjetër. Vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i inkurajonte shokët e vet, familjen e vet në muajin e bekumit të Ramazanit.
Edhe ju përkushtoj ke Zotit madhrishëm më shumë se sa çdo herë tjetër. Dhe është transmetuar prej familjarëve të tij dhe prej shokëve të tij, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjatë tërë jetës në nivel të tyre, në etik, moral, sjellje kështu me radhë. Mirë po thotë kur ardhi muaji i Ramazanit, ai ndryshoi ke total. Pse ndryshoi ke total? Sepse më së miri ka kuptuar rëndësinë e agjërimit Rasulullah, ai i cili ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala më na shpjegoi sekretet e këtij agjërimi. Dhe ai ka qenë shumë i devotshëm me Zotin e madhreshëm, me anëtarët e familjes dhe me shoqërinë që ka jetuar. Të dashur vëllezër, është transmetuar në hadith se në ditë për ditë gjatë agjërimit, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndron jetë. Agjërush. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu ja fal gjenazën, i thot: o ju njerëz, me ata që ka jetuar njeriu, me ata i vjen vdekja. E me qatë punë që i ka vdekja llogaritet. Tha, ky nesër del agjërues në urë të siratit. Ky nesër del agjërues në tokën e gjykimit. E Allahu xhelle wala i ka premtuar xhennet atyre të cilët desin me veprat e mira. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në urë të siratit njeriu kërkon argument. Të gjitha argumentet e kësaj bote janë shterë, zvlen. Tha, i kanë mbet vetëm 2 argumente. Nëse ka rrit mi pas këtë dunja, kanë më gjinë në ahiret. Cilët argument? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i bëhet argument Kurani dhe agjërimi. Kurani që do të flasë mirën tjetër, do t'jetë argument dhe udhërfyes për jetën tonë në botën e përjetshme. Keni pa në agjëllar ku ta lexojmë të vori duan dhe thema: o Zot, bënë Kurani Kerimin pres për neve. I mirë ai i cili se ka pas pres në këtë dunja, se s'ka me pas argument tjetër. Ai le del para Zotit dhe të lyp xhennet me librat tjetër kuj, jo me librat e Allahut xhelle wala. E ata që kanë lyp xhennet me librin e Zotit, do t'i bëhet dëshmitar Kurani Kerim. Libri i cili ka përdorën këtë dunja dhe nuk dorëzon të çon xhennet. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i bëhet argument agjërimi. Dhe thot: o Zot, unë kam qenë dëshmitar në kohën e Ramazanit, ky për ty e ka lënë hamën dhe pijen, ka bë sabër për ty. Dhe ti ke premtuar xhennet atyre të cilët agjërojnë, e ja pranë bëm dëshmitar i ti në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, çmon e mirë këtë dëshmitar. Trajton e mirë këtë dëshmitar, sepse është shumë i rëndësishëm në ditë për fatin e jetës tonë në botën e përjetshme. Kujdesuni mirë për këtë dëshmitar. Prej mëngjesit deri mbrëmje, agjëroni me vetdije të lartë në Zotin e madhreshëm, me bindje të thellë. Gjatë ditës mos e ndytni, mos e lëndoni me fjalë të gabueshme, po falënderoni Zotin që ka mundsuar me përjetuar edhe këtë ditë, e pastaj fleni të sigurt, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk e them premtimin. Ai ka premtuar falje, mëshirë, xhennet për ata të cilët agjërojnë dhe kthehen Zotit, dhe ne do ta kërkojmë para Allahut azza wa jall shpërblimin që ne ka premtuar Zoti i madhreshëm. Tu pe përfundoj me lenë e Zotit të madhreshëm me vazhdu inshallah taala në xhuman tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.